që po iku ai kush do vi, janë të lodhur nga egot individuale, të cilat shkatrojnë grupimet të tëra, dhe pikërisht këtë gjë po tregojnë edhe përmes kësaj proteste, në të cilën nuk ka një person të vetëm, nuk ka një unë, nuk ka një lider, por se cili për atyre njerëzve që është aty, ndjehet pjesë e organizimit dhe kontribon në çdo aspekt të protestës në mënyrën që mundet. Njerëzit atje janë bashk organizator, bashk pronar, bashk drejtues, dhe kjo është një nga leksionet, do të thosha, më të bukura që ne kemi marrë nga kjo protest. Edhe ata të rinj e të reja të cilët janë pjesë e organizimit që merr me logjistikën e tjerë, edhe ata janë një grupim i cili po sakrifikon shumë dhe po lodhet shumë, të cilët unë i falenderoj jashtëmase, por si rrallë herë tjetër, unë shoh që secili prej njerëzve që është aty në shesh e ndjen të vetën. Dhe kanë kontribuar njerëzit në mënyra nga më të ndryshme dhe kjo është një nga gjërat e bukura. Secili vjen me kreativitetin e vet, me mundësitë e veta, disa të rinj të organizatave të ndryshme kanë krijuar ato flamingot që i mbajnë në dorë, disa kanë krijuar, po të njëjtët kanë krijuar këndin ku janë të gjithë fëmijët aty dhe vizatojnë në mënyrë që prindrit edhe fëmijët të kenë me çfarë merren, edhe prindrit të kenë mundësi të jenë në protestë. Disa të tjerë të rinjt me meme nga më të ndryshmet, me pankarta, shoh që ka një organizim jo më të centralizuar, por ka ndodhur